3 vite më parë një kompani shumë e madhe dhe respektuar amerikane vendos të shkputet nga Ukraina dhe të vendoset në zgjedh Shqipëri. Dhe natyrisht u jep edhe idetë e veta për një park teknologjik të njohura me kuadrin ligjor lehtësues e të tjerë. Çfarë bën këta? Këta përzun kompaninë dhe i morën idetë e i përdorën për mafjen e tyre. Sot, aty ku do ndërtoj parku ekologjik, janë livallet e Troplinit, e klanit kryesor të kokainës, një nga klanëve kryesor të kokainës në Europë. Janë çdo gjë fiktive. Janë kompani të kontrolluara nga kunati i Linda Rams, por me një prestonome që quhet Ermal Beqiri. S'kisha ndëgjuar kur. Kishte kriju klubin me të cilin ai për shkak të lidhjeve që ka me kryeministrin u jepte akses të veçantë kompanive jashtë të gjitha tendrave për çfarë do që donin. Është jetik, jo ditë, sepse në 12 vite janë 67 miliard vetëm buxheti. Po të garantoj që prona publike janë të paktën 70 miliard nëse i bëjmë vlerësimin e tyre, që janë zhdukur. 67 miliard euro buxheti i 12 viteve. Le të zbresim 8 miliard pagesat rrogave. Të tjerat, sipas të gjitha vlerësimeve, janë vjedhur në masën 90%, edhe të bankës botërore. Ka të tjerë që thonë edhe më shumë. Edhe më shumë. Shko çka ndodh? Me 30 miliard që ishte totali buxhetit në 8 vite, u ndërtuan 11.000 kilometra rrugë, dhe sot e kësaj dite ato qëndrojnë. Ka ndërtuar as 1.000 kilometra rrugë dhe të gjitha shemen, sepse janë ngjash çdo standardi, pse janë vjedhur. Pra, auditi që thoni ju, ne po vazhdojmë ta bëjmë dhe ta bëjmë. Por, i dashur Said, është një postulat në doktrinën e korrupsionit, që thot se kur vjedh kryeministri, korrupsioni bëhet sistem. Dhe kjo ka ndodhur në Shqipëri. Megi Zoga, çfarë mesazhi shprese u jepni atyre që duan ndryshim, por kanë humbur besimin? Unë garantoj ata të cilët duan ndryshimin, se kjo pranverë do jetë pranvera ndryshimit madh. Se duhet bëhen bashkëluftar kundër kësaj të keqje. Ne jemi një kom që kemi kaluar përplasje të mëdha, por ja kemi dalë. Kemi arritur. Vërtet sot jemi të kapluar nga një keqje e madhe, por ju garantoj ju se ka çdo, Shqipëria ka gati çdo gjë për të kapërcyer pasojat e saj, përveç njerëz që është demografia, e cila do doj dekada. Dekada, se të kesh humbur 1.300.000 apo 400.000 qytetarë në 10 vite është gjë më të goditje më të tmerrshme një kom nuk mund ta marrë. Të tjerat, çfarë kërkojnë? Shumë thjesht, kërkojnë shtetin ligjor, kushtetutën. Po ato janë, ligjet tona janë të mira. Kushtetuta jonë është demokratike. Problemi është se shumëzohen me zero. Problemi është se procedurat zëvendësohen me SMS-ra.
Problemi është se krijohen mekanizma nga vetë kryeministri për të rëmbyrë. Dhe aty ku rëmben, thot u kam respektin më të madh, thot për lindjen e Surelit, për lindjen e Akshit, sepse e di shumë mirë që lindja e Akshit ka një shërbëtor e lindjes Surelit. Pra, vërtet dëshpërimi real sot, por absolutisht mundësia dhe potenciali është edhe më i madh dhe po kaq real, ndaj dhe të bashkohemi, të luftojmë së bashku të keqe që nuk e meriton asnjë shqiptar që don të jetojë me punën dhe djersën e tij. Dhe unë jam i bindur se do realizojmë. Këto ishin pyetje doktor, një thirrje të fundit. Thirrja ime është për çdo qytetar shqiptar me datën 22. Në një përpjekje të fuqishme të ngrem zërin tonë. 24, më fani, në datën 24, në një përpjekje të fuqishme të ngrem zërin tonë, të bashkuar, që të ndigjohet në çdo votër shqiptare, të ndigjohet në të katër anët e botës. Vërtet Shqipëria ka një organizatë kriminale si qeveri. Vërtet ka një kryeministër i cili pasi ka vjedhë dhe shpërdoruar miliarda parat takspaguesve shqiptar dhe prona publike, po të kemi parasysh tu port në Durrësit, po të kemi parasysh 222.000 metra katror në Gjipe, kanjonin më panoramik të Shqipërisë, një nga kanjonet më panoramike të botës, po të kemi parasysh duranat e tjerë, duhet pra të bashkohemi kundër kësaj të keqje, në mënyrë që të rikthejmë në vatrat tona shpresën, të rikthejmë të ardhmen, të rikthejmë besimin të ky vend i bekuar nga Zoti, por i keq trajtuar në mënyrë ekstreme nga hajdutët me pushtet. Ndaj dhe 24 ftoj çdo shqiptar në rrugë dhe sheshet e Tiranës. Faleminderit.